përshëndes nga edicioni orës 14, bashkë do të ndajmë pjesërisht zhvillimet e ditës. Shërbimi social shtetëror në Vlorë vijon të mbështes kategoritë të veçanta nëpërmjet ndihmës ekonomike, veçanërisht familjet me probleme sociale ekonomike dhe grupet në nevojë. Kështu është shprehur gjatë një interviste për Blu Televizion drejtori i këtij shërbimi, Eno Koleka. Shërbimi social shtetëror në Vlorë gjatë muajit mars ka mbështetur 1443 familje me ndihmë ekonomike, ndërsa 4553 familje të tjera janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar sipas kategorive përkatëse. Drejtori i Shërbimit Social Shtetëror në Vlorë, Eno Koleka, thekson se ndër përfituesit përfshihen kategori të ndryshme, si familje me gra kryefamiljare, familjet me probleme sociale ekonomike, rastet e dhunës në familje, si dhe individ me statusin jetim. Për muajin mars kanë përfituar ndihmë ekonomike 1443 familje dhe janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar 4553 familje, të ndara këto sipas kategorive përkatëse. Po referuar pikërisht kategorive më në nevojë, cilat janë ato që trajtojnë? Kategoritë më në nevojë që janë, kemi të bëjmë me familje që kanë gra kryefamiljare, familje që kanë probleme sociale ekonomike, kemi gjithashtu vajza nëna, kemi përfitues të kategorive të veçanta, siç janë statusi i jetimit dhe kategoritë e dhunës në familje. Koleka nënvizon gjithashtu se pagesa për ndihmën ekonomike jepet çdo muaj, ndërsa për kategoritë të veçanta, familjet në nevojë mund të drejtohen edhe shërbimeve mbështetëse. Për personat me aftësi të kufizuar, shërbimi social i referon ato pranë komisioneve përkatëse për të përfituar ndihmën. Ai është ndalur edhe tek mënyra e aplikimit për të përfituar nga këto skema. Normalisht pagesa e ndihmës ekonomike është një pagesë të kesh. Kuptohet që për sa i përket përfitimeve tjera në shërbime, qytetarët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike mund t'i drejtohen organizatave fitimprurse, mund t'i drejtohen shërbimin mbështetës të Bashkisë Vlorë për familjen dhe për fëmijën. Dhe për personat me aftësi të kufizuar, ne në Komisionin Biopsikosociale referojmë për shërbime, që ato mund të marrin shërbime në qendrat komunitare të përkujdesit shoqëror. Aplikimi për ndihmë ekonomike në datat 1 deri në 10 të çdo muaji, pranë administratorit shoqëror, anëtarët madhor të familjes deklarojnë të ardhurat që ato kanë dhe pastaj sistemi në bazë të një formule të pikëzuar i nxjerr përfitues ose jo. Shërbimi social shtetëror në Vlorë vijon të mbështes kategoritë të veçanta nëpërmjet ndihmës ekonomike, veçanërisht familjet me probleme sociale ekonomike, si dhe grupet në nevojë. Kevin Nuebek dhe Felipa Kostila po i bien botës rreth e qark vetëm me një set ski dhe Vlora e Shqipëria janë bërë ndalesa e radhës. Për Blu Televizion ata shprehen se kanë mbetur të mrekulluar nga qyteti bregdetar, nisur nga deti, klima dhe mbi të gjitha njerëzit. We arrived in paradise again and we just found a cave where we are going. Kevin Nuebek dhe Felipa Kostila kanë nisur një eksperiencë të çmendur. Të dy po i bien në botës rreth e qark vetëm me një jet ski. Pikërisht Shqipëria dhe Vlora është ndalesa e tyre e radhës, ku në këtë qytet, si shregojnë edhe vet, kanë marrë një ftesë për të qenë këtu, por që në pamje të parë kanë mbetur të mrekulluar nga qyteti. Kevin tregon se ka vizituar deri më tani 12 shtete, e në Shqipëri vjen për herë të parë. Për Kevin kjo është një eksperiencë sigurisht e vështirë, por adrenalina e mban në vazhdimsi. Ai vjen nga Gjermania dhe nëpërmjet kësaj eksperience kërkon t'u vërtetoj të gjithëve se gjithçka është e mundur. Për Vlorën ka mbresa të jashtëzakonshme, teksa thotë se i pëlqen deti, klima e mbi të gjitha njerëzit dhe ushqimi. I'm Kevin, 33 years old. Philippa, 23. And yeah, we came up with the crazy idea to travel the world with a jet ski. Unë jam Kevin, 33 vjeç. Mua më lindi ideja e çmendur për të udhëtuar të gjithë botën me jet ski. Mendoj se askush nuk e ka bërë më parë, por unë jam i çmendur mjaftueshëm për t'u vërtetuar që çdo gjë është e mundur. Austria, Slovakia, then Hungary, Serbia, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece and Albania. I think 12 countries now. Deri më tani kam vizituar 12 shtete të ndryshme. It's hard. I think that's the reason nobody did before. I would not recommend. Është e vështirë të bësh këtë që po bëj unë, nuk do ta rekomandoja. Deti është shumë i vështirë, ndonjëherë nga lodhja ndihen dhimbje në duar dhe në mes. All the time like this, it goes very on your back, so I stand most of the time. But I mean, I like what I do. I mean, if Por mua më pëlqen shumë ajo që po bëj. Nëse nuk do të më pëlqente, do të hiqja dorë. Most of the time
For me it's fun. I think the adrenaline push it. Ndonjëherë mendoj çfarë jam duke bërë, por adrenalina dhe kënaqësia janë shumë të mëdha. Vlora është shumë e bukur, më ka surprizuar për mirë. Actually we got invited from this beautiful hotel and from Nautica Point they invited us and decided. Nuk e prisje që Shqipëria të ishte kështu. Njerëzit, ushqimi, shteti i radhës që do të vizitoj është Mali i Zi. Completely flashed us. Like really. Like I didn't expect it all. The caves and the watercolor and everything, insane, beautiful and super nice, friendly people. Which is the next country you go? Next country? Montenegro. Yes. Ndryshe nga Kevin, Filipa Kostila e ka për herë të parë që udhëton me jet ski. Kostila tregon se nuk e kishte menduar asnjëherë që do të bënte diçka të tillë, të cilën e quan çmenduri. Filipa thot se Shqipërinë nuk e priste kaq të bukur. Për të është një vend magjik. Në Vlorë krahas bukurive natyrore, tregon se është e dashuruar me ushqimin, ndërkohë që sipas saj do t'ua sugjeroj qytetin miqve të saj e mezi pret të kthehet sërish. Yes, and actually it's my first time being on a jet ski. Never in my life I was in a jet ski. Unë jam Felipa dhe është hera ime e parë që udhëtoj me jet ski nga Çipra në Shqipëri. Ishte ëndër e imja ta provoja këtë eksperiencë. Yeah. In the beginning it was crazy, it was really hard, also myself to. Ishte një ide e çmendur fillimisht, por vendosa ta provoja. Ka shumë vështirësi, është shumë ftohtë, por mësohesh. Yeah, but by time I get used to it. E dashuroj Shqipërinë, ka dalë jashtë pritshmërive të mia. Sidomos ushqimi është fantastik. And the people here are really nice. And the food. The food. Oh my god. We tried now 3 restaurants. Best food ever. Yes. Better than Greece, I need to say that. Yes, the food is insane. Kemi provuar 3 restorante deri tani dhe mund të them se është edhe më mirë se Greqia. 100% do ta sugjeroj Shqipërinë te miqtë e mi dhe do të kthehem sa më shpejt. Probably will be Italy is there, probably will come back to say hi and continue the travel again. Kevin Noebek nga Gjermania dhe Felipa Kostila nga Qipro janë çifti që po thyejnë çdo rekord. Të dy kanë nisur t'i bjen botës së rreth e qark me jet ski. E Vlora, Shqipëria, ishin ndalesa e tyre e 12. Së fundmi qeveria ka hartuar një plan kombëtar veprimi për fëmijët deri në vitin 2030 në përputhje me prioritetet dhe rekomandimet e BE-s. Plani synon të garantojë një standard minimal jetese për çdo fëmijë përmes një skeme të përfitimit universal të mbështetjes për ta. Varfëria që prek fëmijët mbetet ende një sfidë me ndikime afatgjata në Shqipëri. Të dhënat kombëtare tregojnë se të vegjëlit që jetojnë në zonat rurale dhe të thella malore përballen me një sër pengesash për të përfituar nga shërbimet bazë si arsim shëndetësi, ushqyerje shëndetshme dhe mbrojtje sociale. Së fundmi qeveria ka hartuar një plan kombëtar veprimi të garancisë europiane për fëmijët deri në vitin 2030 në përputhje me prioritetet dhe rekomandimet e BE-s. Plani synon të garantojë një standard minimal jetese për çdo fëmijë dhe të kontribuoj në reduktimin e varfërisë përmes një skeme të përfitimit universal të mbështetjes për fëmijët. Mbështetje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe ndihmësit personal përmes përmirësimit të përfitimeve financiare, shtrirjes së mbulimit me sigurime shoqërore për ndihmësit personal, pajisjes së qendrave me teknologji ndihmëse dhe forcimit të mekanizmave të vlerësimit dhe referimit. Projekt vendimi parashikon gjithashtu edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme nga 0-6 vjeç, që përfshin një kurrikull të unifikuar për këtë grup mosh me theks në mirëqenie dhe zhvillim të qëndrueshëm. Për të rritur përfshirjen sidomos për grup moshën 0-3 vjeç, do të zbatohen masa për të shtuar vendet në çerdhe dhe kopshte, fushata informimi për familjet dhe mbështetje për regjistrim. Sigurimi i aksesit në ushqim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët në nevojë mbetet gjithashtu një tjetër sfidë. Masat përfshin miratimin e një politike kombëtare për ushqimin në shkolla dhe pilotimin e vakteve shkollore universale dhe falas në bashkitë më të varfra të vendit. Bashkia e Gjirokastës depoziton në Komisariatin e Policisë kallëzim penal ndaj shpërndarësve të panikut për prekjen me ivajlës të kryebashkiakut Golemi dhe punojësve të këtij departamenti.
Depozitohet kallëzim penal për përhapësit e panikut në Gjirokastër. Bashkia e Gjirokastrës ka depozituar këtë të hënë në Komisariatin e Policisë kallëzim penal ndaj personave, të cilët akuzohen për një sër veprash penale, e në mes të cilave edhe përhapja e panikut. Bëhet fjalë për panikun e përhapur ditët e fundit, me lajmet e supozuara për kryebashkiakun Flamur Golemi, i cili supozohej se kishte rezultuar pozitiv me HIV/AIDS, duke u transmetuar edhe punonjësve të tjera në këtë bashki. Avokati dhe juristi i mirënjohur Arben Langozi, pasi ka depozituar kallëzimin, ka dhënë edhe një deklarat për mediat, duke kërkuar nga organet e drejtësisë vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave që shkaktuan panik në Gjirokastër, por jo vetëm. Kam ardhur pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër për depozituar kallëzim penal për hetimin e faktit penal ku është shpërndarë për rrjetet sociale se në Bashkinë Gjirokastër është shpërndarë një epidemi me sëmundjet HIV/AIDS. Në këtë kallëzim ne kemi kërkuar ndjekjen penale të autorëve të shpërndarjes së këtij paniku, por njëkohësisht kemi kërkuar dhe që për qytetarët jenë më të qetë dhe më të bindur për atë që ka ndodhur të hetohen edhe funksionarët e bashkisë të cilët janë implikuar në këto rrjete sociale. Pra, ose këta persona që kanë shpërndar epideminë apo ose persona që kanë shpërndar panik të vijen përpara përgjegjësisë penale. Sepse në fund të fundit duhet që qytetarët e Gjirokastrës të marrin një përgjigje të saktë nëse ka epidemi në bashki apo jo, dhe nëse s'ka, autorët që kanë shpërndar këtë panik dhe këtë lajm të rrem duhet të vijen përpara përgjegjësisë penale. Një ditë më parë u publikua analiza e HIV/AIDS-it të kryebashkiakut të Gjirokastrës, ku rezultonte negativ, duke u mbyllur të gjitha shtigjet për abuzim personave që donin të shfrytëzonin këtë moment për arsye politike. Vijojmë tjera zhvillime, një tuf delfinë është shkadëruar një spektakël të rrallë në brigjet e Himarës. Pamjet janë filmuar nga një guid turistike lokale, ku rreth 10 turistë kanë mbetur të habitur nga show natyror i delfinëve në det, teksa këta të fundit lëvizin me elegancë dhe energji pranë bregut. Delfinët durojnë spektakël në brigjet e Himarës. Një tuf delfinësh kanë dhuruar një spektakël të rrallë në brigjet e Himarës, duke mahnitur turistë dhe vizitorë të shumt të zonës. Pamjet janë filmuar nga një guid turistike lokale, ku rreth 10 turistë kanë mbetur të habitur nga show natyror i delfinëve në det, teksa këta të fundit lëviznin me elegancë dhe energji pranë bregut. Fenomeni i shfaqjes së delfinëve nuk është më aq i rrallë në bregdetin shqiptar. Shpeshherë jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe në periudha të ndryshme me motë të ngrohtë, turistët zgjedhin të eksplorojnë brigjet e jugut duke u ndeshur me pamje të tilla mbreslënëse. Gjiri i Vlorës, por edhe zona e Himarës janë tashmë të njohura për praninë e delfinëve, duke u kthyer në një atraksion të veçantë për turistë vendas dhe të huaj. Këto momente magjepsëse ofrojnë një përvojë unike dhe të paharrueshme, duke e bërë bregdetin shqiptar edhe më tërheqës për ata që kërkojnë bukurinë natyrore dhe aventura. Bashkërisht jemi në të tjera edicione, deri atëherë mirupafshim.